Fol Shqip, një nismë për të mbrojtur dhe e promovuar përdorimin e gjuhës shqipe në median audiovizive. Kjo ishte tema që mblodhi gazetar, profesionist të mediave në një takim të organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias në Shkodër. Në qendër të takimit ishte prezantimi një studimi të kryer nga profesore Linda Meniku, i cili trajton përdorimin në rritje të fjalëve të huaja në transmetime televizive. Ekziston një mendim i përgjithshëm dhe është dhe një realitet që ne kemi ndikim shumë të madh sot nga fjalët e huaja, sidomos të gjuhës angleze. Sigurisht që një projekt i vetëm apo një monitorim i vetëm nuk mund të mbuloj gjithçka për çdo fjalë të huaj që vjen, sepse kjo është një tematikë e cila duhet trajtohet nga institutet e gjuhësisë në departamentet dhe ne jemi marrë, sepse unë jam pedagog në Universitetin e Tiranës dhe jemi marrë me këto çështje. Por fokusi i këtij studimi ka qenë media dhe ka qenë ne kemi ndarë në dy pjesë, monitorimin e fjalëve të cilat janë le të themi ndikime të italishtes dhe të anglishtes. Ka shumë fjalë të cilat ne ndoshta i përdorim sot më shumë për shkak të ndikimit të anglishtes, por kanë hyrë dhe më herët në gjuhën shqipe. Në fakt, rezulton që ka dhe shumë fjalë të cilat ne kemi krahasuar pra në këtë studim fjalë të shqipes dhe të le të themi të italishtes dhe kemi thënë që edhe pse ndjesia është që fjalët e huaja përdoren më shumë, raporti nuk është gjithmonë i njëjti në lidhje në varësi të fjalëve. Ajo që vjet re që numri ka një numër nganjëherë të barabartë me përdorimin e këtyre fjalëve, por ka një numër ku shqipja mbizotron, ka dhe raste kur fjalët përdoren edhe të dyja bashkë. Kur flasim për fjalët e huaja media, duhet të mbajmë parasysh dhe kontekstin cilin ato përdoren, a përdorin vetë gazetarët apo janë emërtime zyrtare të tyre. Çfarë do donim ne të ndodhë? Do donim që të gjithë bashkë, për institucionet shtetërore, mediat, gazetarët e rinj të ndërgjegjësoheshin për faktin që fjalët e shqipes janë. Studimi dokumenton që fjalët janë që nga periudha e Buzukut, që nga periudha e Pjetër Bogdanit apo Pjetër Butit, janë të dokumentuara edhe në fjaloret etimologjik të shqipes. Fushata e ndërgjegjësimit për bukurinë e shqipes është një nga çështjet që duhet të bëhet të shtrihet dhe më gjerë, mund të ketë projekte të tjera, dhe ne na vjen shumë mirë që sot jemi në Shkodër, që njihet për le të themi për kulturën, traditën në gjuhësi dhe për gjithë kontributin që Shkodra ka dhënë. Analisti Lutfi Dervishi theksoi se gjuha shqipe është më e rrezikuar se kur më parë, pikërisht për shkak të zëvendësimit masiv të fjalëve shqipe me ato të huaja. Sot ndodhi prapë përballë pushtimeve. Në Rozafa nuk pushtohet vetëm nga turistët, nuk kemi më shpata dhe topa, por kemi fjalë të huaja. Arsye është e kuptueshme, është globalizmi, janë mediat, janë rrjetet sociale, teknologjia. Të gjitha këto tash na sjellin në rreziqin e krijimit të një versioni çorm, mix të shqipes. Dhe çdo ditë shqipja humbet nga territori i vet. Sot kemi një sfidë, por nuk është shumë e vështirë. Sfida është kjo, kur zgjedhim titujt, zgjedhim lifestyle apo armë Shkodër. Gjuha jonë është paradoksi më i bukur në historinë e Ballkanit më gjerë. Mbi 2000 vjet e kërcënuar, por asnjëherë asimiliuar. Dhe unë mendoj që kërcënimin më të madh ka sot. Dhe detyra janë sot, duket e vështirë, por është shumë e thjeshtë. Do të thënë, jo vetëm thjesht të informojmë, por edhe të jemi pak rojtar të këtij thesari që i kam jetu një veçarëve. Zëvendësimi shumë fjalëve të gjuhës shqipe me të huaja, veçanërisht nga anglishtja, është një problematikë që trajtohet shpesh nga studiuesit dhe institucionet gjuhësore që prej vitesh kërkojnë më shumë kujdes dhe përgjegjësi nga mediat në përpunimin e përmbajtjes gjuhësore që u ofrohet qytetarëve.